Ka dhuruar Akademisë së Shkencave dhe një tjetër Bibliotekës Kombëtare, po nuk ta lejojnë që ta nxjerrësh. Edhe aty ka gjithë shkrimet edhe një intervistë shumë interesante. Intervista më e mirë që i është bërë Nolit, ku Noli zbulon hapur dëshirat edhe interesat e tij dhe thotë që puna më e madhe që kanë bërë është ajo për fen. Vërtet? Po, përkthimet që kanë bërë për atë e quante punën më të madhe. E kjo nuk dihet, domethënë kështu. Ajo është një intervistë shumë interesante dhe shumë e bukur që një ditë se mund do të shikohet edhe do të vlerësohet më shumë nga rrethet këtu që nuk e njohin. Në Amerikë njihet një çik më shumë se aty kanë qenë më të lirë dhe kanë shkruar e ka lexuar, po në Shqipëri nga libri Socialist Albania. Ndodhi pastaj bllokimi. Ju librin e keni lexuar? Cilin libër? Librin e tij? Më pas? Shqipëria Socialiste? Kam lexuar disa, nuk e lexova se tani më ka rënë në dorë, nuk unë e dija si titull, po nuk e kishim kopje. Libri nuk e kishim librin si libër në dorë. Tani jo, nuk kam shumë interes, ta shikoja, do doja kam shumë interes për të kuptuar cili që libri i parë që na hapi një lloj dritare në botë, si u shkrua, domethënë, se ne i gjykojmë me mendjen e kësaj kohe, në fakt ti duhet gjykosh me atë kohë, çdo gjë. Po ndërkaq, foto dhe ndalon. Kjo është një foto shumë interesante se është bashkuar gjyshja e babaj dhe babaj në prerjen e gjyshes dhe ai djali i madh, Toli. Ky është buri i gjyshes, shiko sa i ri që është. Pse? Sepse nuk ishte një fotografi bashkë edhe Piteri i bashkoi mori fotografinë e vjetër të gjyshit dhe bashkoi me gjyshen bëri një. E kupton se gjyshja këtu është plaka është i ri fare. Ai vdiq 23 vjeç i shkreti. Vdiq kur lindi gjyshi Rafaeli, 40 ditë pas lindjes së tij. Ai ka një histori interesante. Po, edhe ai punonte në malin e Shenjtë, edhe u sëmur në Greqi. Në Greqi edhe vdiq atje edhe se pa djalin asnjëherë. Sa e, shumë e dimshme dhe kjo nuk u martua në fakt asnjëherë. Në emigrim gjithkohon, riti djalin. Duke i shërbyer botës. Po për fat, disa prej stërnipave në këtë familje, ai vdiq në malin e Shenjtë, por nipi i tij, pastaj vajti në Amerikë dhe i shërbeu Shqipërisë në mënyrën e tij, në mënyrë të jashtëzakonshme. Tu është babi me Rugovën kur me presidentin Rugov. Të gjitha fotot në një farë mënyrë historit janë babi me Rugovën. Po, kur edhe babi punoi shumë si sekretar i Vatrës 15 vite me radhë. Edhe ishte në kohën kur ishte lufta në Kosovë. Babaj, kur shkuat në Amerikë? Neve shkuam në 92. 92, shumë shpejt me njerë. Sa po u hap Shqipëria ju shkuat, kishit Amerikën... Ishte një histori interesante. Unë shkova në ambasadën amerikane që të merja një vizë për të vizituar xhaxhallarët për 1 muaj, 2 muaj, po mua më thanë ti je re dhe nuk të lëm të shkosh, se po të shkosh ndoshta nuk do kthehesh. Po thuaj babait të vi të marri pasaportën se ai është qytetar amerikan. Edhe babi thotë që ndoshta babai ma kishte thënë, po unë e kisha haruar se gjitha ato vite në diktaturë kujti dhe kushti. Do me thënë beti ishte një çudi e madhe dhe kështu ishte kollaj për të shkuar në Amerikë. Kollaj, po vazhdoj me foto tjera. Kjo më pëlqen shumë. Kjo është foto para shtëpisë, edhe babi me flokë të gjata, siç është dhe Piteri në një fotografi me mustaqe. Jemi në Rehov. Në Rehov, është brenda në shtëpi. Një agurët. Ja, kjo është porta e shtëpisë edhe 2 katëshe shtëpia e bukur edhe ishte një vishnje aty e madhe dhe ne nga balkoni hanim vishnjet. Direkt. Ishte shumë. Ju keni jetuar atje? Ne shkonim vit për vit se duhet të edukoheshim me dashurinë për fshatin. Po të them të drejtën, mua nuk më pëlqente. Se që 5 vjeç të vini në punë, duhet të mbaje bar këtu dhe nuk të thoshin për shembull që të veshësh një fustan o një gjë, kështu ne me fustanet e verës edhe barit të hante edhe të kruante. Shkonim në fushë, na vini një bar, ta mbanim në kurizë dhe ta çonim në Plevic. Pastaj në orën 5 të çonin që të milje delet, mos i milja dot po. Pastroje patosin që vinte erë të keqe. Pastaj duhet të sillje ujin, se s'kishte ujë. Duhet të shkoje te burimi të merrje ujin ta sillje, ne kishim afër për fat të mirë, po prap gjymat ishin të rënë. Po duhet i bëje këto punë patjetër. Të vinin ujë nuk të lini. Sa interesante. Pastaj të merrje ujë nga vija që të u isje kopshin.
Po jo, këtë dua të kuptoj unë, se tani që po mendojmë, se unë them sa interesante, apo se unë di se ti bëja, ku bëja punën, po dua të kuptoj, ti s'dohet ta bëja me detyrim. Jo, po nuk kisha s'mund thosha jo. Nuk thosha dot jo. Ishin dhe fëmijët e tjerë. Po thosha sa mirë që kam lindur në Tiranë. I blem gjëra të gatshme. E pastaj thernin delen, e thernin atë kaposhin apo pulën e neve nuk na pëlqente gjaku, nuk na pëlqente, po gjyshja thoshte ne i kemi rritur këto për t'i ngrënë, nuk i kemi rritur për bukuri. Ka mentalitet tjetër kur jeton në fshat, prodhonin çdo gjë vet, kujdeseshin vet, dhe e mbazite duhet të prisje ato delet, e duhet prisje lopën që ta fusje në patos. Punë natë e ditë fshati ka shumë punë. Po, mund të them këtë, edhe i falenderoj nga zemra kushurinë e largët që kam në Rehov, edhe kam një biznes shumë të mirë, Cakuli quhet Bujtina, ata vajtën në Greqi dhe u kthyen në Rehov dhe punojnë në Rehov. Sa mirë. Gjë shumë e shiko. Me siguri unë i kam takuar kur vajta. Po, besoj se i ke takuar. Se unë më pëlqen shumë ai vend. Po kjo është gjë shumë e radhë dhe shumë e mirë që njerëzit të kthehen edhe të punojnë edhe të rinë në fshat. Shumë. Sa e rëndë është, domethënë, po nga ana tjetër e duar. Edhe babi thoshte gjithnjë që kam qenë me fat që kam lindur në fshat. Po unë nuk e kuptoja këtë fat. Po, kur je në fshat, e njeh natyrën në të gjitha pikat e saj. E kupton, një vipsin, një kafshët, një natyrën shumë më mirë se në qytet. Tani New York, për shembull, nëse do të thoshin për një eksperiencë të tillë? Mua më pëlqen New Yorku. Jo, unë nuk e kam atë të babit, po e kuptoj tani atë që thoshte ai. Edhe bile babi, një 17 vjeç gjeta para ca kohësh një libër të vogël, jo fletore, që e kishe bërë si libër të ndarë për të shkruajtur emrat e luleve, se nuk ka një libër me emrat e luleve. Do t'i vëdhe latinisht thoshte më vonë. E kanë atë të shkencëtarit, e kupton, jo vetëm kur e shtin, po edhe dëshirën për ta punuar dhe për të plotësuar një mungesë. Shumë e rëndësishme. Njerëzit që duan të plotësojnë një mungesë të vendit cilit i përkasen, janë njerëzit që na zhvillojnë. Ata që duan të plotësojnë një mungesë të dhomës së ndënjes, të jetës tyre, ata na hynë në pjesë. Duhet ta bëjmë dallimin mirë. Këtu jemi? Këtu jemi me Stan Dragotin, regjisorin e madh në një darkë, mami, unë, babi edhe Stan Dragotit e Bruno Selimaj, nuk e di a keni qenë në restorantin. Nuk kam qenë. Babi edhe xhaxhaja i quanin shqiptari numër 1. Shqiptari numër 1. Gjatë luftës së Kosovës a jepte 1/3 e fitimeve të tij për Kosovën. Edhe aty mblidheshin të gjithë presidentë që vinin, kongresmen, ashtu patrioti i madh. Bekuar qofshin njerëzit që e duan vendin e tyre dhe që japin nga vetja, se nuk është kollaj, po t'jap ca që i kanë vjedhur. Po t'jap ca që i kanë bërë me mund të madh. Vazhdoj me foto. E këtu babi mësoj edhe fizarmonikën, ja dërgoj ja kërkoj edhe ai ja dërgoj. Po undava, thot babi, shpejt nga fizarmonika. Nuk e vazhdojmë, nuk... Shtëpitë e Rehovës janë të jashtëzakonshme, ato tubacione... Kjo shtëpi është shumë e mirë, se kjo ndërtuar nga një Amerikan. E bëri arkitekturën në Amerikë, po kjo shtëpi nuk i mban njerëzit, më duket, se ai pas një viti që e ndërtoi mori vajzën edhe gruan edhe ja shiti shtëpinë gjyshit. Edhe neve pasaj u larguam, edhe ata që i kanë janë larguar, kjo shtëpi nuk duket se do diçka shtëpia që të mbaj. Nuk i mban njerëzit. Po ishte shtëpi shumë e mirë dhe kishte banjën brenda që në atë kohë. Se ekzistonte. Që ekzistonte, banjat ishin jashtë. Këtu është 75 vjetori i Peter Priftit që e festuam te Bruno restorant. Çfarë diferencë kishte Peter me babin? Ja 9 vjet. 9 vjet, dy vëllezër. Ai sa kam dhe unë me motrën Rafaela që ka emrin e gjyshit. Njësoj, 9 vjet diferencë kemi, ja. Edhe, kjo është fotografia bukur, shikon dëmin e parë prej floririt të babit. Edhe i them unë këtu je si rapper që i bëjnë dhe prej floriri, mendojnë në vitin 50. Është në Shqipëri këtu? Në Shqipëri. Po. Babi përveç se një herë në 90-ën, 89-ën, në fund në nëndorë djetor që shkoj si përkthyes në Sofje, nuk ka dalë asnjëherë jashtë shtetit. Ky është një libër tjetër i Mota Arpenja që e ka botuar Onufri. E ka botuar më pas? Në 99-ën, edhe një ribotim është bërë në 2000.
Sa interesant, ja ku është, edhe libri. Ky përsëri vazhdon s'është, më thënë, vetëm biblioteke edhe në këta. Po, që tani kaluan 25 vjet. Normal, po, vazhdojmë. Më pëlqen, shiko si e shkruan në albumin e tij, page 4 through 10 are photos of the ceremony of the Albanian Academy of Science in Tirana në 96 kur ju dha titullin Naim Frashëri, dhe profesor Shaban Demira. Nga të vjetrit profesor Bari Beci njihej, po pastaj këta ikën edhe tani bën shumë vite që nuk njihet më po. Prandaj kjo ishte rëndësishme çfarë bëri Akademia si mbjet. Jo, dhe ishte shumë serioze. Ishte shumë serioze. Edhe më pëlqeu që dhe kryetari i Vatrës shkroi një përshëndetje shumë të bukur dhe doktor Elmi Berisha bënte edhe lidhjen midis dy vëllezërve, se ai kishte njohur më shumë babin, me babin kishte bashkëpunuar në New York, që shkonin për të demonstruar ose për të